3 ditë përpara nisjes së punës së komisioneve parlamentare, Edi Rama thiri në një takim kryeparlamentari Niko Peleshi, kreun e grupit Taulant Balla dhe 7 kryetarët e komisioneve që drejtohen nga socialistët. Në mbledhjen që zgjati 1 orë e 30 minuta ishin të pranishëm dhe një pjesë e ministrave, ndërsa mësohet se diskutimi u fokusua tek përcaktimi i prioriteteve dhe koordinimi i punëve mes kabinetit qeveritar dhe grupit kuvendor. Në këtë mbledhje nuk pati porosi për ligje specifike, por përgjatë kësaj legjislature, Shqipëria duhet të përafrojë legjislacionin me atë të Bashkimit Evropian. Për këtë kërkohet ndërhyrje në shumë ligje aktuale, por dhe hartimi të tjerave, të cilat kanë të bëjnë me drejtësinë, politikën e jashtme, mjedisin, bujqësinë e të tjerë. Në fillim të muajit tetor në Kuvend pritet të nisin dhe diskutimet për kodin e ri penal, për të cilin kryeministri ka theksuar se do të kalojë vetëm me miratimin e Brukselit. Pezull ka mbetur dhe raportimi i institucioneve të pavarura, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo të tjera institucione duhet të prezantojnë përpara deputetëve për punën përgjatë këtij viti. Prioritet mbeten dhe 2 reformat, ajo zgjedhore dhe territoriale, ndërsa kreu i qeverisë ka paralajmëruar një reformë të thellë për funksionimin e kuvendit brenda këtij viti, duke hartuar një ligj organik për t'i garantuar këtij institucioni pavarësi financiare, por dhe një godin të re, ndërsa po shihet mundësia dhe për uljen e numrit të deputetëve, lëvizje kjo që do të sjellë edhe ndërhyrje në kushtetut. Ndaj për të bashkërenduar planin e punës të kuvendit, Niko Peleshi do të mbledh të hënën konferencën e kryetarëve për të përcaktuar programin dhe ligjet që do të diskutohen në vijim.